Disa nga elementët e propozuar në paqen fiskale mund të rrezikojnë punën e deritanishme të bërë nga drejtësia në Shqipëri, por edhe atë të bërë me administrimin e tatimeve. Këtë shqetësim shprehu Anke Weber, drejtuesja e misionit të FMN-s në Tiranë, e cila ndonse nuk dha detaje konkrete lidhur me këta element, tha se vendi përballet me disa sfida ekonomike. Kemi parë draftin e fundit të paketës, vëmre që qeveria ka bërë përparim gjatë viteve të fundit, me forcimin e administrimit të ardhurave në përputhje me këshillat tona. Kemi frikë që disa prej elementeve të projekt propozimit mund të minojnë progresin e Shqipërisë në administrimin e tatimeve dhe të krijojnë disa riskje për përmbushjen dhe për drejtësinë. Sipas Weber, produktiviteti në vend mbetet i ulët, ndërsa tregu i punës përballet me tkurrje si pasojë e papunësisë së lartë të rinj dhe emigracioni. Dobësitë e qeverisjes dhe kufizimet e kapaciteteve administrative paraqesin pengesa për bizneset. Për të përmbushur angazhimin e qeverisë për të antarësuar në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030, do të duan reforma gjithëpërfshirëse në kapitalin njerëzor, tregun e punës, sundimin e ligjit dhe rregullat e biznesit. FMN vën në dukje se dobësitë në qeverisje dhe kufizimet administrative vazhdojnë të jenë barriera për zhvillimin e biznesit, ndërsa inkurajon rritjen e të ardhurave tatimore dhe përparimin e reformës së taksës së pronës si dy shtylla me rëndësi për forcimin e financave publike.